15 janar 1999 në fshatin Reçak ndodhi një nga masakrat më të rënda të luftës në Kosovë. Reçaku kthye në simbol të dhimbjes dhe të së vërtetës që nuk mund të fshihej. Brenda pak orësh, 10 civil të pafajshëm u vranë, burra, gra, fëmijë. Njerëz që atë mëngjes u zgjuan në shtëpitë e tyre pa e ditur se nuk do ta shihnin më kurrë mbrëmjen. Ajo ditë nuk shoj vetëm jetë, shkatroi familje të tëra. La pas plagë që nuk mbyllën kurrë. Dhe mbetën pas dëshmitar që do ta mbanin atë kujtim për gjithë jetën. Njëri prej tyre është Agron Mehmeti. Ai nuk mbeti vetëm një mbjetuar, por u bë dëshmitari drejt për drejt i asaj që ndodhi në Reçak, duke quar historinë e tij deri në tribunalin e Hagës. Jo vetëm për të treguar historinë e tij, por për të folur në emër të atyre që nuk jetonin më. Përballë tij qëndronte Slobodan Miloševići, përgjegjës për krimet e kryera gjatë asaj kohe, dhe për herë të parë ai do ta tregonte të vërtetën, ku do të përballej sy me sy me të. Në një intervistë për dokumentarin Ekspoze, prodhimi Gazeta Blitz, i mbjetuari i masakrës së Reçakut, Agron Mehmeti, rrëfen përjetimet e tij nga ajo ditë dhe rrugtimin e tij deri te dëshmia përballë Slobodan Miloševićit. Mehmeti tregon fillimin e përshkallëzimit të dhunës. Ai kujton se si, pas luftës në Drenicë, tensionet filluan të afrohen gjithnjë më shumë drejt Reçakut. Reçaku nuk ishte më vend banimi, por ishte kthyer në një zonë frike dhe mbijetese. Unë jam njëri ndër të mbjetuarit e kësaj masakre, po dhe për me lidh dhe me dalë ta marrë një kronologji, do të me fol edhe për vitin 98 dhe 99, sepse në vitin 98, siç dihet, pas sulmeve në Prekaz, luftës në Prekaz, luftës në Drenicë, filluan edhe protestat në komunën e Shtimës në mbështetje të banorëve të Drenicës. Dhe gjithherë ardhke rrethi i luftës të afrua dhe ka ona jonë. Në gosht të vitit 98, forca shumë policore ushtarake serbe kanë rrethuar fshatin dhe kanë fillu dhe kanë bastizë dhe kanë djegë disa shtëpi, domethënë 70% e fshatit Reçak ka qenë i djegur në verën e 98-s. Dhe një numër i madh i popullsisë u largu prej shtëpive tyre se nuk kishin ku me qëndru në shtëpitë e tyre, pasi që forca serbe dëgjën shtëpitë e tyre. Dhe ashtu ka vazhduar deri ka tetori i vitit 98. Tetor nëntor kur arrit një marrëveshje mes ambasadorit Holbrooke dhe Slobodan Miloševićit, gjëja për armëpushim në Kosovë dhe futjes së misionit të SBE-s në Kosovë, njerëzit tani duke pas besimin të misionin ndërkombëtar, veç filluan atë shtëpi ku ishin të padjegura, mu kthy në shtëpitë e tyre. Edhe pse u kon rrezik potencial prap, por njerëzit u mërzitën të jetuar jashtë, të zhvendosur jashtë vendit dhe u kthynë për familjet e tyre. Ai kujton kthimin e banorëve në Reçak me shpresë. Një shpresë e bresht e ndërtuar mbi një armëpushim që ekzistonte vetëm në letër, ku forcat e armatosura nuk e respektonin armëpushimin, dhe fshati ishte rrethuar dhe çdo rrugicë u kthye në një skenë terrori. Këtu u ndërprej edhe energjia elektrike, rrim nuk ka pas në atë ku. Gjë nështë edhe për të jush njerëzit për të kthyer këtu në Reçak, e lëshun edhe rrimën elektrike dhe njerëzit të pas besimit që shtash të misionit së BE-s, filluan mu kthy një numër i konsiderueshëm i banorëve në Reçak. Reçaki në atë ku ka pas tikun 2500 banorë. Pas djegjes së fshatit, në Reçak u kthyn dikun me jetuar 500 banorë. Dhe forcat serbe, policore ushtarake, gjithë arshin duke u përqendruar edhe më shumë. Edhe pse ishte në letër e në armëpushim, ata nuk respektojnë armëpushimin, dhe u përqendruan prapë të pozicionit të pishat e Shtimës me shumë artilleri të raun, tank, autoblinda, mjete tjera luftarake, të vendosur ishin edhe të podi i gishtenjave këtu në Shtime, dhe në mramjen e 14 janarit ishte rrethuar tërë fshati, nga mbrapavia, nga fshati Belenc. Supozohet se kanë qenë 4-5.000 trupa
të forcave serbe që kanë rrethu fshatin dhe në mëngjesin e kapshëm të 15 janarit kanë fillu gjujtjet e para 6:45 minuta. Mehmeti përshkruan momentin kur gjithçka ndryshoi. Një mëngjes i zakonshëm u kthye në fillimin e një makthi që askush nuk mund ta imagjinonte. Ai nuk ishte vetëm një dëshmitar i largët, ai ishte aty, në mes të tmerrit, aq afër sa mund të dëgjonte frymën e fundit të njerëzve përreth tij. Brenda pak sekondash, para syve të Mehmetit, axha i tij së bashku me 2 fëmijët mbetën të vrarë. Një familje të rushua dhe ai mbeti aty, dëshmitar i pafuqishëm i një tragjedie që do ta ndjek për gjithë jetën. Dikon rreth orës 10 e mëngjesit, unë isha në familjen, shpijën time vetëm, ishte Axha Bajrami me vajzën e vet Hanum Shahën, djalin e vet Elhamiun, dhe ashtu të bu në për shtëpit, secili më bashku me dikant që me përjetu malet rrezikin ose me gjetë një vend strehem dikon, ardh Plauki Hasan Bilali dhe ka thonë që kanë fillu edhe mrena fshat me hi forca policore dhe ushtarake. Ne kemi dalur për të gjetur një vend strehem të trekanshi rrugëve që ndonë lagjën e Minaj, lagjën Beqaj dhe lagjën Sylaj. Aty të ne kanë fillu edhe shumë gjojtne nga gjitha llojet të armëve. Fillimisht është plagosur djali i Axhës Elhamiu, 9 vjet në atë kohë. Dhe vajza e Axhës ka thirrë, ka thonë bac babas vet, o bac e vrajtën Elhamiun. Ajtorët e djali vet aty e kanë qellu edhe Axhën Kuk Bajramin, 54 vjet. Më pastaj Hanum Shaja ka bërtit edhe më shumë që e vrajtën edhe bacin, edhe Hanum Shajën e kanë qellu në Gjaks. Distanca ka dikon 150 metra, 200 metra largësi pe ku u goditshmi me ardh. Gjithë kanë ndodhur në prezencën para syve të mi, brenda 1 metër 2 afër me në kanë këta. Ai dëshmon se si vrasjet ndodhen para syve të tij, një përjetim i drejt për drejt i dhunës që nuk kursente as fëmijët. Mehmeti për dokumentarin ekspoze përshkruan se si bashkë me të tjerët u fshehen për orë të tëra duke parë nga afër lëvizjet e forcave serbe. Mehmeti rrëfen momentet më të rënda, kur njerëzit që i njehte dhe i donte humbën jetën në duart e tij. Ku për të, ai ishte një përjetim që nuk mund të harrohet. Gjithë kemi kërcyer në një rruck, përveç Axhës Bajrami që kanë i qëllur në Kuk me plum dhe dëqmi një herë, dhe kemi tërhikur Elhamiun, që ashtu të plagost, ka qenë plagosur edhe Makfira Hajrizi, edhe Hanum Shahja vdiq duart e mia. Kemi vazhduar për ratë rruckën ashtu, për një 50 metra dhe mi fut me një depot kuzhinës, ose të thonë popullor që një flanik. Ai ka qenë shumë i demolum dhe aty kemi qëndruar prej orës 10 deri orën 5 mramje. Forcat serbe i pashmi për një dritare të vogël, ka u afrojshin për marrë të ne, ka pas shumë forca që shtash, ka pas me 3 lloj uniforma që kemi parë na, ka pas uniforme zezë, uniforme blu edhe uniforme ushtrisë së Jugosllavisë në atë kohë. Kanë hitë derë me derë, shtëpi me shtëpi, dhe për fat turin, është fatin, fatkeqësi që aty nuk ja ka marrë mendja më që ka njerëz, dhe zonat i dëgjshme na, me ta na kanë dhënë vetëm një llamarin, zonat e dëgjshme të britë të na kërku neve se e dishin që aty ka pas njerëz më shumë, ata e pashin veç 2 të vranë që kanë, tjerë nuk e pashin, edhe për fat turin në atë vend ku ishim na nuk henën, dhe kanë vazhdu në për pjesë tjera të shatrit, i kanë dhënë burrat nga gratë, të shtëpia Sadik Osmanit aty, dhe i kanë rrejt deri në Livanosje burrat aty, dhe i kanë drejtuar në drejtim të kodrës së Bebushit. Te kodra Bebushit atje, që janë edhe pamjet që i dini ju dhe krejt botë atje, dihet tani që i kanë vrarë dhe i kanë masakruar. Shumë janë ka 2 e 3 për një familjes, është prej kushreve të tëra të naltë Riza Beqiri me djalin e tij 12 vjet Halimin. Janë ka 3 vëllezër për një shtëpie, është gruaja e moshuar Sahide Metushi, e cila u vrau nga forcat policore serbe dhe u mor trupi i saj sot fshati e kërkon kufumën e saj. Varri është i hapur, kufuma nuk gjendet askund. Ka njerëz me zemër të nxjerrë, moshni nxjerrë organe tjera. Ka njëri sikur banosh kameri me kokën e kputur, dhe këta ka bë regjimi dhe policia ushtria serbe vetëm pse këta dhe ne ishmi shqiptar, qëndrum shpejtëna dhe kërkoshim edhe ne të jetojmë të lirë sikur çdo popull i botës.
Këto me tregu tani 27 vite pas luftës, është diçka e trisht, vetëm me tregu. Po është një realitet i përjetuar i asaj dite që lusmi që kjo ngjarje që ka ndodhur në Raçak, të mos përsëritet kurrë asnjë vend të botës, ishin civil të pafajshëm, të paarmatosur, të jetuar në shtëpitë e tyre dhe u vranë në mënyrën më mizore nga policia ushtria e Serbisë e Jugosllavisë. Brenda një dite, jeta në Raçak ndryshoi përgjithmonë, ku për Mehmetin kujtimi i asaj dite është po aq i freskët sa në momentin kur ndodhi. Sërët folmi për 15 janarit e vitit 99 në kthen ngjarjen e asaj dite. Nuk u konë lehtë edhe në moshmajri, edhe më të vrarë njerëz dhe familjes, njerëz që i ke dashur para syve tu, për një moment gjitha njerëz që me një mëngjes, gjithë gjallë, gjithë shnosh, mirë, dhe i zemramja asnjë gjithë pa jetë. Kjo është shumë e trishtë dhe tash kur e shpjegojmë se atë ditë kur e kena përjetuar. Nga një mbijetuar, Mehmeti u bë dëshmitari së vërtetës përpara botës. Ai rrëfen se si më pas u ftua nga tribunali i Hagës për të dhënë dëshmi mbi atë që kishte parë dhe përjetuar. Dëshmia e tij nuk ishte vetëm për kujtesën personale, por për t'u bërë dëshmi e gjallë para botës, një thirrje që krimi të mos mbulohet dhe drejtësia të triumfoj. Pas masakrës së Raçakit, domethënë edhe para masakrës, misioni i OSB-s ka ardhur në fshatin tonë dhe kanë të interesuar për gjendjen humanitare me ditë më shumë në fshatin tonë. Kemi pas kontaktet edhe me ta, edhe a ditë në mramjet 15 janarit, Elhamio i plagos, Pira Irizi, Zyhrie Beqiri, Fetije Beqiri, Hasan Bilali, gjitha i kemi unë me disa të tjerë, nuk po përmendit tash me emra se mjet dikush është apo e përmend, ja kemi ndërzuar misionit të OSB-s në atku dhe i kanë qenë për shërim. Dhe tani ata i kanë pas kontakte dhe kanë ditë pak a shumë se kush ka mbjetuar ditë këtu. Dhe deri në 23 mars të vitit 99 kemi pas tani edhe gazetarë të ndryshëm, kemi pas ndoshta edhe hetues prej misionit të OSB-s që kanë ardhur që kanë pas emrat se kush ka mujt me shpëtu këtu. Pas luftës kemi kontaktu personalisht nga tribunali i Hagës dhe prej hetuesve Raji Morrigan në Dia dhe hetuesi Barney Kell në Irlanda, ata kanë marrë tani intervistat tona, dëshmitë tona dhe kanë po sërë kemi dhënë dëshmi dhe intervistë, gjithëherë kanë qenë fjalë të njëjta se përjetimi o konë i tillë njëjtë. Dhe ka vendosur edhe prokuroria e Tribunalit të Hagës të na ftoj atje në maj qershor të vitit 2002 për të dëshmuar dhunën, terrorin dhe gjenocidin, masakrën që ka bërë Serbia në Kosovë, konkretisht në fshatin Raçak. Të qëndrosh përballë Slobodan Miloševićit nuk ishte thjesht një moment gjyqje. Ishte një përballje me kujtimet më të rënda të jetës së tij. Ai e përshkruan këtë moment si të rëndë dhe të vështirë, sepse përballë kishte njeriu që e konsideron përgjegjës për krimet dhe masakrat në Kosovë, masakra të cilat i kishte parë me sytë e tij. Agroni, me dëshmitë e tij të gjalla dhe pa frikë, sfidoi kriminalin serb, duke i treguar botës se të vërtetat nuk mund të fshehen, pavarësisht përpjekjeve për manipulim dhe mohime. Nuk ka qenë lehtë sepse përmes kanë pasur telashe dhe sfida edhe lider tjerë botëror, sepse ai ka qenë i tillë. Një person i cili lider shtetëror, i cili jep urna për masakra të tilla, o konë shumë sfiduese për mua më taku përballë me ta. Sa herë shikoja Slobodan Miloševićin vjen në anën tjetër, shikoja dhe më dalshin përpara gjitha njerëz të vrarë të masakruar në Raçak. Në maj të vitit 2002 kemi votuar për në tribunalin e Hagës, atje dhe ma përgatitur konë për para se me një aty, por sfida konë aja kryesore që thash që kur je ballafaqu me Slobodan, kemi thënë që nuk do të kemi kohë mjaftueshëm me dhënë gjitha ato argumentet, por gjykata ndaj dha kohën e duhur dhe ne atje shkum të përgatitur, shkum me dëshmi të gjalla, shkum me fotografi, me faktografi dhe me gjitha ato e sfidojshmi Slobodan Miloševićin. Ai që e ka bërë krimin në Raçak, që ka dhënë urdhër me bërë krimin në Raçak, ai është në gjendje tani edhe me Saju, edhe me Triullu dhe me Kret, ai dhe kemi mbulu krimin edhe para tribunalit të Hagës, gjëja se këta kanë qenë ushtarë të veshur të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjithta që janë të vrarë këtu, këta kanë qenë civil të paarmatosur.
po të ishin të armatosur këta nuk ish mujt edhe mi masakru Serbia. Dhe dëshminë e tina për gjoja këta kanë qenë të armatosur e ka hedhë pusht edhe patologët finlandezë cilët e kanë kryer adopsin këtu në Prishtinë dhe ata kanë dhënë verdiktin dhe fjalën e fundit se të gjithë të masakruarit në Raçak kanë qenë civil të paarmatosur, të vrarë mizërisht dhe masakruar nga forca policore ushtarake serbe. Mehmeti kujton çastin kur hyri në sallë dhe pa përballë Slobodan Miloševićin, duke e përballur me gjithë atë që kishte ndodhur në Kosovë. Ai rrëfen se pavarësisht emocioneve të rënda dhe peshës së atij momenti, ai qëndroi i fortë, sepse nuk fliste vetëm për veten, ai fliste për ata që nuk kishin me zë. Ai përshkruan tensionin e atij momenti, mënyrën si ai reagonte me nervozizëm dhe përpiqej të dominonte situatën. Për brenda vetës, Mehmeti kishte diçka më të fortë, kujtimet e asaj dite në Reçak. Dhe në fund, ai gjeti forcën të flasë. Kërkoi leje dhe i drejtoi një fjali të drejtë për drejtë, se vendi i tij ishte burgu ku ndodhej dhe se atë duhej të qëndronte. Një vërtet që e goditi fuqishëm atë, duke ja përplasur në fytyrë realitetin e hidhur që e kishte shkaktuar në Reçak. Unë tash jam i lirë me shku e këta pena këto, ku e ka meritu këtë vend mati. Para prakisht, ne dëshmitarët shkalim në sallë të gjykimit. Në sallë gjykimit ishte stafi teknik, stafi përkthysve dhe stafi tjetër. Në ndërkohë ardhë dhe pe anës tjetër, në hymjen tjetër e kanë prunu të akuzurin kriminalin e Ballkanit, Slobodan Miloševićin. Dhe unë në seri që isha atëherë, edhe thash që me dëura, dhe që ullë që atë, minihera i ka fillu, para se me fillu incizimit dhe gjërimit drejt për drejt, a i ka fillu me shamje, me ofendime që shë ka pas ai zakon, ti që qenë gjak, edhe unë mendoj që ky ish lider, ish kryetari i Jugosllavisë, po përballët me një djalë thjesht një fshatët atje, po dëshmitë e mia ishin më të forta se sa krejt përgatitjet e tina atje. Dhe aja e sfidonte ata dhe e qëtë gjithë herë për kontrollit. Deri në fundit, që përmjatan edhe një fjalë të fundit, pe i gjykatës që kërkova unë doja të përshëndesja në emër të fshatit Raçak, trupin gjykues atje për punën që përban, dhe krejt fund i thash që unë e këta për Slobodan Miloševićin pe lanë në këtë vend këtu, ku e ka meritu. Fjala ishte për burgun në Shefeningel, e lanë këtu, ku e ka meritu atë vendaj që mati. Ai kuptoi se çdo fjalë, çdo kujtim dhe çdo emocion që kishte mbajtur për më shumë se 3 vjet, tani ishte dëshmi e gjallë përpara botës. Ndërsa shikonte Slobodan Miloševićin, një ndjenjë çlirimi dhe drejtësie morale e mbushi. Nuk ishte e plotë, sepse drejtësia nuk përfundoi, por ishte një hap i madh për të treguar të vërtetën dhe për të nderuar kujtimet e viktimave. Unë për një moment unë ita tani pak më i relaksuar sepse arrita qëllimin tim, dëshmia u pranu nga prokuroria dhe gjykata e Hagës dhe krejt fund kjo ish me tregu që Kosova tani është e lirë, ende nuk ka qenë e pavarur, e lirë dhe për atë kohë se Kosova ishte e lirë, u dike që kama e regjimit të Serbisë nuk do shkel kurrë në Kosovë dhe ai do të jetë përgjithmonë aty. Ne mendojmë se do të vazhdon deri në fund gjykimi i tina dhe do të dënohet vetë Slobodan Miloševići për atë që ka bën, që ka urdhëruar në Kosovë e në Raçak konkretisht, por presmi që të dënohet komplet struktura zinxhirore e tina deri te ata që kanë kryer krimin në Raçak. Fatkeqësisht ai nuk priti deri në fund për me marrë dënimin e merituar. Dhe sot Serbia ende lërë shumë shëtitën tjerë që kanë kryer nështë edhe krimin në Raçak, pa marrë dënimin e merituar. Shumë familjar, prindë të vrarëve në Raçak kanë shkuar në botën tjetër me Marakun sepse kur nuk u gjykuar dhe nuk u dënuan ata që kryen krimin në Raçak. Të të vritën që shtash, dëzët e sa civil të pafashëm, të përmatosur, të komplet mu i llogarit si familje, sepse kemi lindur dhe kemi jetuar atë kohë se kanë jetuar edhe këta bashkë me neve këtu. Për një moment këta mëngjes quen dhe në mbrëmje nuk janë të gjallë asnjë. Kjo ka qenë dhimbje shumë e madhe personale për mua, për familjet tona, mendoj për mbar kombin shqiptar. Por krahas dhimbjes erdhi deri te aja që u bën pikëthejse se masakra e Raçakit zgjoi ndërgjegjen ndërkombëtare, sepse vetë bota demokratike pa se çka po ndodh në Raçak,
do të falënderoj shumë edhe misionin e SBA-s dhe minjuhje dhe respekt të thellë për ambasadorin William Walker, i cili erdhi vetë në vendin e ngjarjes dhe poste çka ka ndodhur këtu, raportoi drejt për drejt nga vendi i ngjarjes ku krimi. Pas gjithë merrët që kishte parë dhe përjetuar, Agroni ndjeu se dhimbja dhe humbjet të mëdha nuk ishin bosh. Çlirimi i Kosovës dhe mbështetja e komunitetit ndërkombëtar sollën një ndjesi krenarie dhe shprese. Pas së ngjarje, u bë një kthesë e madhe, organizu konferenca e Rambojës, ku Kosova u përfaqësua në mënyrë dinjitoze atje. Pas Rambojës, filluan edhe sulmet e NATO-s ndaj caqeve serbe jugoslave, dhe pas 78 ditë bombardimeve, arritëm deri në shirimin e vendit. Falë gjakut të derëve të dëshmorëve, luftës së shqiptare të Kosovës, gjitha këtyre masakra dhe ndihmës së madhe të Amerikës, shteteve mike dhe NATO-s, arritëm deri në shlirimin e vendit, më pas edhe me pavarësimin e vendit. Andaj thash, kjo na ka kthy, kjo dhambja që madhe na ka kthy në krenari neve, sepse dhambja u kompenzu tani me shlirimin dhe pavarësinë e vendit tonë. Mehmeti nuk e la pa u rikthyer edhe një herë tek momenti i përballjes me Slobodan Miloševićin, duke përshkruar atë si një ndjenjë që vështirë mund të përshkruhet me fjalë. Jo, nuk mund me përshkruaj njëri atë ndjenjë tani, sepse ai pezmi i madh që kon drejt ndaj tina, se sa herë që e shikoj thash që e di që ky është ai urdhëdhënësi për gjitha çka ka ndodhur në Kosovë, konkretisht në fshatin Raçak, dhe pjesën tjetër kur ja thashën ata ball për ball që ti do të mbetesh këtu, domethënë ishte një relaks dhe një shlirimi i atë që po mon unë një si banor i ri i fshatit Raçak me përfaqësu dhe me dokumentu para botës në sët e kryekasapit të Ballkanit Slobodan Milošević atë se që ka bërë kë në Kosovë e në Raçak. Mehmeti e sha dëshminë e tij si një fitore morale, edhe pse drejtësia nuk u përmbyll plotësisht. Ai beson se e vërteta është dokumentuar dhe nuk mund të mohohet më. E kujtojmë si fitore, pjesërisht si fitore. Thash, po të ishte tamam të mritën në fund gjykimi i Slobodan Miloševićit dhe Serbia të dënoi si shtet, aja çka neve është dhimbje na kështu shumë fish në krenari dhe ishmi dalë ballhapur se edhe pse me humbjet mëdha, ne prapë jemi fitimtar sepse është arrit deri në këtë pikë. Agroni përshkruan vështirësitë e jetës pas luftës në Raçak. Humbjet ishin të mëdha, por banorët gjetën forcë për të rindërtuar jetën dhe për të vazhduar përpara. Pas luftës në Kosovë dhe kthimi në shtëpitë e tyre, të gjitha atyre që humbën anëtarët e familjes dhe komplet fshatit, ishte sfiduese dhe jetë e rënë këtu në fshat, sepse pjesa më e madhe këtu ishin kryefamiljarë dhe mbeten shumë fëmijë tani pa babë dhe në përkujdesje të axhallarëve tyne, gjeshëve tyne. Ne kemi punuar tani shumë edhe në rindërtimin e fshatit edhe në çështje humanitare për fshatin dhe këta njerëz që kanë lënë këto fëmijët e tyre jetim, sot fëmijët e tyre janë rritë dhe po i bojnë krenarë dhe baballarët e familjarët e tyre të vdekur atje me të arritërat e tyre. Disa ngjarje nuk harrohen kurrë. Ato mbeten në kujtesë si dëshmi e asaj që ka ndodhur. Historia e Raçakut nuk është vetëm e kaluar. Ajo është një kujtesë për të ardhmen që e vërteta të mos harrohet kurrë.